Kalojmë në Shqipëri, sindikalistët e Bulqizës biseduan sot për afro 3 orë në Tiranë me drejtorin ekzekutiv të kompanisë ACR për të paraqitur dhe diskutuar kërkesat e grevës së urisë. Greva hyn sot në ditën e 20, por takimi nuk u mbyll me ndonjë marrëveshje për rritjen e pagave dhe kushtet e punës që kërkojnë punëtorët. Punëtorët nga ana e tyre vendosën ta vazhdojnë grevën derisa kompania të kthejë përgjigje për kërkesat e parashtruara ditën e sotme. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Takimi midis përfaqësuesve të grevës së urisë së Bulqizës dhe drejtorit ekzekutiv të kompanisë së kromit ACR u zhvillua sot për disa orë në Tiranë, por nuk u mbyll me ndonjë marrëveshje lidhur me kërkesat e protestuesve. Takimi u zhvillua për afro 3 orë në restorantin Friends pranë Ministrisë së Punës në rrugën e Kavajës, pa praninë e mediave dhe pa pjesëmarrjen e kryetarit të Konfederatës Sindikale të Shqipërisë. Ishte vetëm drejtori dhe një përfaqësi prej 6 punëtorësh sindikalistë. It was a very good progress. We had a good discussion, okay? Takimi shënoi një përparim shumë të mirë dhe zhvilluam diskutime shumë të mira. Ishte një takim i mirë, u tha mediave pas takimit drejtori ekzekutiv i kompanisë ACR Giga Bedineshvili. I don't think we need mediators at this point with our workers. We are in a very good dialogue and I hope that we'll have a resolution very soon. Mendoj se në këtë pikë nuk ka nevojë për ndërmjetësues, thot ai. Ne dhe punëtorët jemi përfshirë në një dialog shumë të mirë dhe shpresojmë se do të arrijmë një zgjidhje shumë shpejt, tha zoti Bedineshvili. Tishi nuk kam si themun kur nuk kemi arrit asnjë gjë, akoma në gjendje jemi. Ndërsa minatorët thanë pas takimit se i parashtruan drejtorit ekzekutiv të ACR-s kërkesat e grevës së tyre dhe ai u premtoi se do të kthente përgjigje shpejt sapo di diskutonte ato me bordin drejtues të kompanisë. Për gjithë ne deri ato, na duam kushte pune, duam investime në minjer. Edhe këta në kryesor. Rritje page, këta në 3 pika kryesor. Ku ngeci puna? Pse s'u morët vesh? Ai ka thonë që u i plotësoi unë këto. A të shehin nuk di si ta shpjegoj më hollë, do thonë ishte mohabet kafe, problemi është shumë i gjatë që diskutohet kështu, nuk kemi arritur asnjë gjë. Këto janë 3 kërkesat kryesore që ne duam. Sindikalistët pohuan se do të vazhdojnë grevën e urisë në galeritë e minierës së kromit në Bulqizë derisa të ketë takim tjetër me drejtuesit e kompanisë dhe një përgjigje të pranueshme për kërkesat e grevistëve. Ata po mbyllin sot ditën e 19 të grevës së urisë duke kërkuar rritje pagash 20 deri në 40%, kushte më të mira pune dhe sigurie në minierë, si dhe investimet e premtuara nga kompania për modernizimin e saj. Jo zyrtarisht mësohet se ata pritet të zvendçojnë 3 grevistë që janë në gjendje të rëndë shëndetësore me 3 punëtorë të tjerë dhe shumë punëtorë të tjerë shprehen gatishmërinë që të përfshihen në grevë në faza të ndryshme. Miniera e kromit në Bulqizë ka afro 700 punëtorë dhe ata së bashku me familjarët krahas grevës së urisë po zhvillojnë tubime të përditshme proteste atje. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli.